arsye se zoti Kurti e mbaj mend 2021 ai thonte unë kryeministër, Zoja Osmani president ose për ndryshe shkojmë për së një zgjedhje. Zoti Kurti është njeri shumë i vendosun, kisha me thonë kur ai dëshiron me bëu diçka. Faktikisht Zoja Osmani është hek prej agjendës zotit Kurti, edhe herën e parë kur është zgjedh Zoja Osmani, gjithë kemi thonë po, ishte në garë së bashku dhe ishte në listën e vetëvendosjes, për këtë arsye ka marrë vetëvendosja qatë shumë vota. Po zoti Kurti na bindi që 2026-ën, 2025-ën, në fund vitit, me 28 dhjetor, ai fitoj edhe ma shumë vota pa vjosën komplet, do më thonë që e kishte jashtë. Natyrisht i kishte edhe prej listës guxo disa edhe deputet të cilët janë zgjedhur. Kjo nuk qëndron fare. Zoti Kurti dhe Zoja Osmani mendoj që në këtë stat veç i kanë nda rrugt paka shumë, nuk do ta kandidoj. Presidentja Osmani ka në anën e diplomacisë, ajo ka performu, kisha me thonë, këto të fundit që ka qenë me Davosin, me takimet me zotin Trump e tjere, ka qenë e jashtëzakonshme, por po i bëhet sa duket, po i bën karshillëk zotit Kurti dhe këtë nuk po e dën. Për ndryshe, Zoja Osmani e ka largu edhe nga ndërkombëtarët, se zoti e ka marrë atë primatin e udhëheqjes së diplomacisë, duke u afru me ndërkombëtarët, tash kur afroheshti e ka qit nën hije, edhe aty ku ka mujt zoti Kurti me qenë prezent. E ka eklipsuar thua ti. Kur në? E ka eklipsuar thua ti. Shkëlqimin e zotit Kurti në diplomaci. Pas të tjerave ka mendu që kjo i bën votat dhe ka ndikim përmes zotit Edi Rama tek PDK-ja. Ka mendu që edhe kjo, do më thonë kjo strategji ka me ndihmu me daljen e saj kur ishte protesta për UÇK-n, për çlirimtarët, për procesin që ishte atje. Gjitha këto kanë ndërvepru, por edhe në qoftë se shkojnë zgjedhje, unë mendoj që opozita ka me fitu. Është një detaj shumë interesant Arben, për arsye se